Përshëndetje të dashur miq, jam Skënderi. Sot do t'ju flas për promovimin nga teknologjia inteligjente kineze të prirjeve të reja të shëndetit në kohën e sotme. Së pari, le të provojmë biçikletën me përdorim të përbashkët. Tani, le të hedhim një sy për cilësinë e ajrit. Tani, treguesi I cilësisë ajrit është 28, që do të thotë se ajri është shumë I mirë dhe I përshtatshëm për të ngarë biçikletën. Së pari, hapin aplikacion për të gjetur një biçikletë të lirë. Këtu ka një biçikletë të lirë. E gjeta këtë biçikletë të lirë. Tani, le të skanojmë kodin e biçikletës dhe do të fillojmë udhëtimin tonë. Po më parë, le të aktivojmë funksionin ngjarjes biçikletës të orës inteligjente, e cila do të mbikëqyrë gjendjen time gjatë udhëtimit, si shpejtësia e ngjarjes, rrahja e zemrës dhe të tjera. Në vitin 2023, numri I udhëtimeve me bicikleta me përdorim të përbashkët nga banorët e Pekinit I kaloi 1 miliard ose mesatarisht mbi 3 milionë udhëtime në ditë. Nga prilli I vitit të 2023 deri në prill 2024, përdorësit e aplikacionit të bicikletave me përdorim të përbashkët Meituan e kanë paksuar me mbi 500.000 tonë lëshimin e karbonit, që është paras me dioksidin e karbonit, që thithin afro 20.000 hektar pyje në vit. Sipas të dhënave zyrtare, deri në vitin 2024, norma e mbulimit me pyje në Pekin arriti në 24.95% dhe vjetë kryeqyteti I Kinës kishte 290 ditë me cilësi të mirë të ajrit. Kam për një pajtim mujor për bicikletë me përdorim të përbashkët, I cili ka kushtuar 16.8 yuan ose afro 210 lek në muaj. Tani do të matë me orë inteligjente sportive, rrahje e zemrës, tensioni, frymëmarrje dhe të dhënat e tjera fizike të mia, për të bërë një vlerësim për udhëtimin që sapo kemi bërë me bicikletë me përdorim të përbashkët. Në fakt, mund të bëjmë edhe vrapim në mbikëqyrjen orës inteligjente për të regjistruar gjendjen time fizike. Kjo orë inteligjente do të shënoj shpejtësinë sportive, rrahje e zemrës, frymëmarrje e të tjera. Teknologjia inteligjente edhe mund të ndërthuret me taijin tradicionale kineze. Kjo orë inteligjente mund të na ofrojë të dhënat fizike gjatë ushtrimit të taijis. Kur mençuria lashtë shëndetësore takohet me teknologjia inteligjente, kur rrahjet personale të zemrës bashkohet me pulsin e qytetit. Ky është modeli I ri I sportit dhe I shëndetit në kohën e sotme. Faleminderit për shikimin e programit të sotëm. Shihemi herën tjetër.